kështu mitrime, ka hëngër keq, edhe më shumë keq, po prapë së prapë ka qëndru, ka qenë bisedë thjesht, po aty s'ka pas nevojë për përkthyesje, po fliste anglisht. Cilat ishin rrethonat e këtij takimi? Po ishin rrethanat e zakonshme të kryqëzimit ndërkombëtar kur i takon, po është e vërtet që ishte edhe një figurë e njohur, edhe atëherë ka qenë Edim në revizjen studentore, Edim rolin e tij pranë Indjeri Adem Demaçit, Edim edhe qendresa e tij me shumë krenari edhe me shumë trimëri para gjykimit serb. Ne dishim edhe këtë dëshmi me gjithë fjalët edhe teori konspirative të tjera që janë falsë, sikur e dim që ka kalu shumë keq me torturat, me rafjet, sikur shumë të tjerë, po ky duke qenë me natyrën e tij kështu me trime, ka hëngër keq, edhe më shumë keq, po prapë së prapë ka qëndru, ka qenë bisedë thjesht, po aty s'ka pas nevojë për përkthyesje, po fliste anglisht. Po më ka bërë përshtypje. Ka shumë burgosur që më kanë bërë përshtypje. Mënyrën që qëndronin. Disa i ke pak që e kanë pas të vështirë vazhdimisht, disa i ke pak i kanë qenë më të fortë. Varet prej përgatitjes njeriu. Askush nuk mund të paragjykon si do të vepronte, si do të veprojshte ti ose unë, po të isha në gjendjen e një. Po e di që ata që ishin përgatitur politikisht, që ishin aktiv politikisht përpara, ka qenë të përgatitur në përbalimin edhe me vdekjen, edhe me vuajtje të tilla. E kanë përballuar me dinjitet kështu. Me shumë dinjitet. Edhe me një koherencë që e kanë pa në atë kohë e kjo e shoh edhe sot. Është një vazhdimsi.